Ore ky patrioti i madh. Se e ka grua në Norvegji, edhe vajzë e tij nuk di shqip. Erdhi princ Vidi, e marrë mira, princ Gjerman, ja futi emrin Sokol edhe Gjiri, çaj i vendosi, e bëri djalin synet, i vendosi emra shqiptar, filloi të mësonte shqipen fëmijët, me idenë që janë mbreti shqiptarëve, fëmijët e mi të mësojnë shqipëll. Ky është kryeministri i Kosovës, gruaja me vajzën Norvegji, ky këtu, unë jam i bindur që në qoftë se largu o zot, Dardanin e kam dashuri. Ndodh në herë luftë, ky është i pari që ikën në Norvegji, vlla Vjosa Osmani në Australi. Të vllau. Se fati i keq i tyre që Kosova është akoma dhe më e vogël se Shqipëria dhe unë kam lidhje shumë të fuqishme në Kosovë që i njeh vjetën politike nga brenda. Është i llojit njeriu sharlatan, i cili është rast unik që ka shtuar pa pikë pasoje traumash psikologjike nga torturat e UDB-s. U kshin hotit, ndjes past, që si vjen as eshtrat si këtij burrit që kam unë këtu, nuk i dihet se ku janë eshtrat e ushqimit. Është i torturuar, i vrar, i coptuar. Edhe 400 vet janë mitraluar në burgu i Shtabini, 400 janë mitraluar, ku ai dinte konferencë shtypi para